Miqdashur, për punëtorët pa kualifikime që duan të punojnë në Gjermani vjen një lajm i keq. Gjermania do të përgjysmojë numrin e punëtorëve pa kualifikime që do të vinë në këtë vend sipas rregullores për Ballkanin Perëndimor. Kështu thuhet në programin qeverisës të partive të Unionit CDU, CSU dhe Socialdemokratëve SPD që e kanë hartuar dhe e kanë publikuar sot. Në këtë program që është edhe si një lloj kornize për bashkëpunim në 4 vitet e ardhshme, thuhet se numri i punëtorëve pa kualifikime që mund të vinë në Gjermani nga vendet e Ballkanit Perëndimor do të përgjysmohet nga 50.000 në 25.000 punëtorë në vit. Në rregulloren për Ballkanin Perëndimor bëjnë pjesë Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Bosnia Hercegovina dhe Serbia. Pra, ky kontingjent vlen për të gjitha 6 vendet. Nga këto vende, aktualisht mund të vinë në Gjermani çdo vit 50.000 punëtorë pa kualifikime. Për një vizë pune, fillimisht duhet të merret i ashtu quajturi Vorabzustimmung, pra dakordimi paraprak i agjencisë për punë. Por të kuptohemi, kërkesën për Vorabzustimmung e bën punëdhënësi, i cili po ashtu jep edhe kontratën e punës për personin interesuar. Personat që marrin dakordimin paraprak nga agjencia për punë, si dhe kontratën e punës, mund të kërkojnë pastaj një termin për vizë pune në ambasadën gjermane në vendin ku jetojnë dhe atje duhet të marrin edhe vizën e punës. Për momentin, kërkesat për Vorabzustimmung janë të bllokuara për Kosovën, për shkak se kontingjenti i kërkesave për Vorabzustimmung për vitin 2025 është plotësuar brenda vetëm rreth 2 javësh. Kërkesat e reja pra nuk pranohen më për Kosovën, por agjencia për punë është duke vazhduar të përpunojë kërkesat e dërguara më parë, pra gjatë vitit 2024, si dhe në fillim të vitit 2025. Sidoqoftë, në të ardhmen do të përgjysmohet pra numri i vizave për punë, sipas rregullores për Ballkanin Perëndimor. Fjala është pra gjithmonë për punëtorët pa kualifikime, që do të thotë se diskrepanca, pra dallimi mes kërkesave për viza pune, si dhe termineve që ofrohen në ambasada do të jetë edhe më i madh. Por në programin e koalicionit të ri qeverisës nuk thuhet se kur do të bëhet sakt ky ndryshim. Sidoqoftë, unë me siguri që do ta ndjek me shumë vëmendje edhe këtë proces dhe këto ndryshime, sepse e di që ka interesim të madh. E qeveria e re, siç e dini fillimisht, duhet të votohet në maj, pastaj duhet të filloj punën dhe të bëj ndryshimet. Pra këto akoma janë vetëm qëllimet e partive që do të krijojnë qeverinë, partive të Unionit CDU, CSU dhe SPD-s, e kur do të ndodhë ky ndryshim, nuk dihet akoma, unë me siguri që do t'ju njoftojmë një herë, ndaj mos harroni të abonoheni në kanalet tona dhe ta shpërndani këtë video, sepse është me rëndësi në veçanti për të gjithë ata që duan të vinë në Gjermani dhe të punojnë në këtë vend. Këto ishin pra të gjitha informacionet për këtë çështje. Faleminderit dhe mirupafshim së shpejti.